Mirë që e patët këtë foto, se një prej kritikave më të mëdha. Antirefleksi se kanë kuptu, po nduket. Janë syzët e njëjta që i kam momentalisht këto. I kam kuptu çka do të thotë me pas një dashuri për familjen, për gjuhën, dhe me qenë bashkë edhe në ditët më të vështira. Po gjithashtu edhe ka edhe shumë pika të tjera që në përgjithësi na bashkojnë si familje. Kam mësuar që gatishmëria për të qenë të pavarur, për ta pasur lirinë e plotë, është njëra prej shtyllave kryesore që mësojmë çdo herë nga familjarët tonë edhe kemi trashëgimi. Po e shohim edhe një fotografi me zotrin Rifat Jashari para disa ditësh ka shprehur kjo fotografi apo jo? Çfarë raporti keni? Me bacin Rifat jemi rritur si fëmijë dhe gjithmonë e kemi pa në lagje duke vënë një shëtitje rreth prekazit. Gjithmonë mundohem me kuptu se si shihet historia prej syve të tij, sepse gjithashtu edhe baci Rifat e ka një histori të lavdishme të Kosovës. Ka humbur fëmijët e tij, vëllezërit dhe shumë nga familja e tij. Edhe mundohemi që gjithë si lagje ta respektojmë edhe ta nderojmë gjithmonë. Mirë që e patët këtë foto, se një prej kritikave më të mëdha. Antirefleksi se kanë kuptu, po nduket. Janë syzët e njëjta që i kam momentalisht këto, po e kuptoj që njerëzit munden me pas një gjykim të atill me shikimin e parë, po me gjithat unë jam prej dikuj që e çmoj shumë kulturën tonë, edhe respektoj shumë, edhe me fanatizëm e respektoj, sepse mendoj që kultura është njëra prej pikave kryesore që neve na bën të jemi të veçantë nga popujt e tjerë, kështu që besoj edhe kam sqaruar që syzat kanë qenë thjesht reflektimi i diellit para se të hyja në odë të baci Rifat.